Gjendet një person i pajet në një banesë në fshatin Plas të Maliqit. Sipas të dhënave mësohet se 45 vjeçari është gjetur i varur në kangjallat e murit rrethues të një banese, e cila nuk ishte e tij. Dyshohet se viktima ka dashur të hyjë brenda banesës, duke kaluar nga muri, por bluza i ka ngesur në kangjallat dhe përpasoj 45 vjeçari ka ndruar jetë. Gjithashtu dyshohet se ai ka qenë në gjendje të dehur. Banorët e fshatit ndërkaq dhanë më shumë detaje për viktimën, duke thënë se ishte konsumues i alkoolit. Jetonte më shumë në Itali. Nuk jetonte këtu. Po kaq po. Ishte problemet e tija, pinte shumë. Jetonte në Itali shumë vite. Me të jemën, me të motrën, ande dajin të ande i kishte. Haqë djali i mirë, i përsosur. I mirë, ma. Halët e dimit, veta ju në vëzdim i janetim. Ky, gazje shabës. Pindër aki 1 kilo dhe 1 kilo. Policia ka mbritur në vend ngjarje dhe po bën hetimet lidhur me rastin.